Ndryshimi i profesionit pas moshës 30 apo 40 vjeç, po kthehet në një fenomen gjithnjë më të zakonshëm. Tregu i punës po transformohet me ritme të shpejta, ndërsa shumë profesionistë po zgjedhin të rikualifikohen për të ndjekur mundësi të reja karriere. Vërtet që grup mosha midis 30 dhe 40 hyn në atë kategori profesionistësh të cilët kanë krijuar tashmë një eksperiencë punësimi dhe aftësimi të gjithanshëm. Sektorët të cilët shohim më shumë janë apo profesionet janë edhe të bankingut, të burimeve njerëzore, inxhinierisë informatike, cyber security, marketingut digital. Tregu i punës është bërë më fleksibël dhe individët janë më të lirë për të eksperimentuar me karrierën e tyre. Puna hibride, freelancing dhe dëshira për më shumë të ardhura apo kënaqësi personale kanë ndikuar që shumë njerëz të ndryshojnë drejtim profesional edhe në moshë më të rritur. Këtu mund ta lidh edhe me aspektin familjar, nëse më përpara ishte familja jo që ndikonte dhe kalonte si një formë trashëgimie profesioni, dhe gjithashtu pandemia luajti një rol të rëndësishëm në tregun e punës për sa i përket mënyrës se si u pa kjo punë, e cila nuk zhvillohet vetëm fizikisht, por mund të zhvillohet në formë hibride, për më shumë liri, e quajnë ata të cilët janë të përfshirë në këtë lloj pune, dhe për më shumë të ardhura, sepse freelancer të mundëson të punosh 2 ose edhe 3 punë, por edhe duke ndryshuar shpesh, kjo sjell një rritje të ankthit, rritje të mendësisë që unë tashmë duhet të parapërgatitem të kem gjithmonë një plan tjetër, rezervë nëse nuk më ecën plani i parë, por prapë tregu i punës mund të sjellë shumë të papritura, por që njerëzit duhet të kenë në fokus kryesisht aftësitë e buta, mendoj unë. Të thotë mënyra se si menaxhon emocionet, si i kalon sfidat, që ne themi është aftësia e reziliencës, pra një sfidë, një ngritje në detyrë ose edhe një ulje në detyrë, një pushim nga puna, një lëvizje në një sektor tjetër. Të gjitha këto sfida të vogla mundet të përballen shumë mirë kur ti ke punuar dhe i ke këtë lloj aftësie më përpara. Por sa e vlerësojnë punëdhënësit eksperiencën e mëparshme të një kandidati që vjen nga një fushë tjetër? Transferimi i eksperiencave në sektor të ndryshëm është më përfitues, jo vetëm për individin, por edhe për punëdhënësin. Ndaj kjo ka kompani të cilat e vlerësojnë ndryshueshmërinë e këtij lloji dhe investohen që të jenë më të pranueshëm dhe të marrin më të mirën e këtyre profesionistëve. Jo vetëm në eksperjencat e tyre të drejtë për drejta profesionale, por gjithashtu aftësitë e buta të transferueshme që ata sjellin.